Dhe ja ku jemi dashur miq prap. E thash që së bashku do të flasim për një vend që ta jep ndjesinë se ke dalë prej Prishtinës, se ke dalë prej Kosovës. Është me një infrastrukturë aq të bukur, e menduar aq detajisht, dhe misioni dhe ajo çka ofron është e menduar deri në detajet më të vogla. Një vend ku shkon dhe i gjen të gjitha shërbimet, qofshin shëndetësore, qofshin estetike, qofshin edhe ato të cilat t'japin energjinë e nevojshme, siç është pilates, siç është një kafe e mirë, siç është një matcha e mirë, siç është një trajtim fizioterapeutik i mirë, e çdo gjë tjetër. Është fjala për Cloud 11 Club, e cila gjendet në qendër të Prishtinës, por për më shumë detaje kemi të ftuar menaxherën operacionale dhe menaxherën e burimeve njerëzore në këtë pikë kaq të bukur që jep jeshi ndryshe dhe jetë ndryshe Prishtinës. Është Fllonca Bishi Govori me neve. Mirë se erdhe Fllonca. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Shumë studio. Faleminderit shumë. Unë e thash që ta jep ndjesinë sikur nuk je në Prishtinë, të jesh pjesë e këtij objekti dhe të jesh pjesë e kësaj ideje, e kësaj infrastrukture, është goxha privilegj, sidomos ju që jeni staf aty, por gjithë ata që i marrin edhe shërbimet. Çka në fakt është sepse jo të gjithë kanë dëgjuar, sepse është një objekt i ri, një pikë e re që po merr frymë dhe po rritet gradualisht. Po, është e vërtet, është kënaqësi shumë e madhe të prezantoj Cloud 11 Club, një hapësirë e re, një qendër e re që është hap tash sfundimi në Prishtinë, një hapësirë e cila ta jep ndjesinë e kujdesit, shëndetit, qoftë mendor edhe fizik. Aktualisht në Cloud 11 Club ofrojmë klasa për yoga dhe pilates, të cilat janë të organizuara në orare të ndryshme gjatë gjithë javës, ku secili mund ta gjejë kohën e cila i përshtatet më shumti në rutinën e vet të jetës. Shërbimet tona shumë shpejt kemi hap edhe në pjesën e bukurisë, ku do të hapet salloni i bukurisë që ka me ofru shërbime për flok, thojë dhe grem, si dhe shërbime të tjera të cilat janë si fizioterapia dhe dermatologji. Ku me shtimin e këtyre shërbimeve, qendra jonë si Cloud 11 Club do të jetë një destinacion i plot për shërbime wellness dhe të bukurisë. A janë të privilegjuar vetëm femnat në këtë rast? Do të thonë nuk ka shërbime për burra, apo do të ketë shërbime edhe për burra? Jo, yoga dhe pilates, gjithsesi që janë edhe për gjinin maskullore, po edhe shërbime të tjera si fizioterapia dhe dermatologji janë të hapura edhe për gjinin maskullore. Dhe jo vetëm kohëve të fundit, viteve të fundit, edhe gjinia maskullore i rinë vetit shumë gati, duke u kujdesur për shëndetin e thonjeve, duke u kujdesur për shëndetin e lëkurës, gjë që mund të gjenë qasje në këto shërbime. Po, shumë e vërtetë edhe kemi pas bajagi kërkesë prej gjinisë maskullore për një hapësirë private në ofrimin e shërbimeve qoftë për mbajtje në thojve, të manikyre dhe pedikyre, kështu që është një dhomë e posaçme me private room, domethënë që i ofron këtë shërbim edhe për gjininë maskullore. Po, ndërkohë të gjitha këto shërbime do të jenë të limituara, për shembull nëse unë dëshiroj Fllonca të jem pjesë e grupit të pilates, por nuk kam nevojë për një fizioterapi ose diçka tjetër. Është një antarësim që bëhet në Cloud, apo mund ta merresh cilin do shërbim? Jo, shërbimet i kemi të ndonjë. Veç e veç. Po, veç e veç, secili është i plotësisht i lirë me marrë shërbimet që i përshtaten. Ndoshta edhe që kjo na dallon prej qendrave të tjera që klasat e jogës dhe pilates nuk i kemi të kufizuar. Domethënë klienti në momentin që e merr një pako të shërbimeve tona me klasa të caktuara, atëherë është plotësisht i lirë me vendos në cilën ditë dhe në çfarë ore i përshtatet ma tepër për me ndjek klasën. Domethënë nuk e kufizona klientin me qenë me ditë të caktuar dhe me orar të caktuar për mi marrë shërbimet, po është plotësisht i lirë për mi marrë të gjitha shërbimet që i ofrojna në kohët që i kemi të publikuar realisht në website. A keni menduar Fllonca një ofertë, për shembull nëse unë si klient dëshiroj të marr një herë në javë një seancë fizioterapi, 2 herë në javë pilates, një herë një shërbim estetik ose të flokëve, a keni menduar të bëni një pako të zamë të zbritjeve që i marrë një antarësim të shumë shërbimeve aty, apo janë të gjitha të ndarë? Aktualisht shërbimet që i kemi me pako i kemi vetëm për yoga dhe pilates. Do me thonë në momentin që e merr një pako të shërbimeve me klasat të caktuar, ki të drejti mi ndjek edhe klasat për yoga dhe për pilates. Do me thonë nuk të kufizohet me marrë vetëm një pako për klasa pilates ose për klasa yoga, po mundesh me bo mix edhe gjatë ditëve të javës që sot me ndjek yoga, nesër pilates edhe varësisht për kërkesës ose dëshirës së klientave.
është e hapur çdo ditë të punës? Po, ne operojmë çdo ditë të punës, prej të anës deri në të dielën, duke ofruar edhe vikendeve? Po, edhe vikend punojmë, e kemi klasat të caktuara në ditët e vikendit, ndoshta edhe që kjo është një plus më i madh për klientat që po kemi shumë i madh në fakt. Po, se po kemi bajagi kërkesë për pjesën e vikendeve, ndoshta njerëz po kanë më tepër hapësirë ose po gjejnë komat të përshtatshme në ditët e vikendit, edhe për këtë arsye ndoshta edhe na dallon edhe prej qendrave tjera që i ofrojmë çdo shërbime. Në ndërkohë, ata të cilët dëshirojnë ta kenë antarësimin e rregullt, ta zëm, unë dëshiroj të jem pjesë gjatë gjithë vitit. E keni këtë mundësinë që mos ta kemi obligimin çdo muaj me kry pagesa, edhe e vije paguaj për 12 muaj pilates dhe yoga dhe fizioterapin ose shërbimet e flokëve? Momentalisht i kemi pakut vetëm mujore. Okej. Edhe në të ardhmen ndoshta të afërt, po e kemi menduar dhe diçka të tillë me ofru si shërbime qoftë vjetore ose me periudha më të gjata se sa një muaj. Ajo që kam la përshtypje kur isha me vizitu Cloud 11 ishte edhe qoshi i kafes, që kishte gjona shumë unike, ndërto edhe matcha që krijohen në një formë pak ma unike, me një recetë ma ndryshe se zakonshme. A mund të mos jem klienti i asnjënit prej shërbimeve tjera dhe të vit marr një matcha ose një kafe nga qoshi që e keni është të bukur aty? Po, pjesa e barit është e hapur edhe për klientë jashtëm. Jo, domosdoshmërisht duhesh me marrë një shërbim tonin ose me ndjek një klasë të jogës ose pilates për me pas mundësinë me ardhë te pjesa e barit për me shiju një matcha vërtet shumë të shishme, prej cilave kemi pas bajagi komente pozitive që është një recetë që bëhet pak më ndryshe. Edhe me xheleziru i ka i djali. Është vërtet e ruan bajagi me konfidencialitet recetën. I thash po për shikues jo, sa nuk mundë. Po, do me thanë nuk është obligative me qenë pjesë e shërbimeve, me marrë shërbime prej Cloud 11, për me pas mundësinë me shiju një matcha të mirë. Pjesa e pritjes edhe pjesa e barit është plotësisht e hapur edhe për klientat e jashtëm. Po, për ata që nuk e dinë se ku është, gjendet në Hotel Marriott, në katin e 11. Në katin e 11, Marigona Tower, Hotel Marriott, katin e 11. A ka mundësi që të vinë për konsulta, për shembull, e dëgjoni intervistën, dëshirojnë të vinë të shohin shërbimet, të shohin nga afër, dhe të marrin vetëm ato se çka i nevojitet. Është dikush që i pret për konsulta, për shpjegim të komplet ambientit dhe shërbimeve? Po, patjetër, e kemi një staf kogja profesional që i ndihmojnë klientave rreth shërbimeve tona, i prezantojnë ato në formën më të mirë që është e mundur, edhe i tregojnë rreth shërbimeve tona dhe orientojnë për ndoshta edhe për këshilla që ata janë ku ishin ndihma më mirë, stafi jon ju jep këshilla se ku mundën më tepër me gjetë veten në shërbimet tona. Unë do doja shumë që një nga ditët e ardhshme të jem atje dhe t'ja u sjell shikuesve edhe nga afër se si duken hapësirat, sidomos te pjesa e klaseve të jogas dhe pilates dhe te pjesa e kafes dhe matchas që e thash që është një prej veçorive të këtij ambienti kaq të bukur. Dhe mos harrojmë, mund të nxjerr një foto fantastike. Gjatë që na shërben të gjithëve kjo. Është shumë e vërtetë, klasa e jogës dhe pilates e ka bajagi një pamje shumë të mirë, edhe ndoshta pjesa sidomos e perëndimit të diellit që po bjen komplet në pamjen e klasës, po ja jep klasës një pamje fenomenale, edhe normal ambienti komplet është një ambient i detajum deri në pikën e fundit. Po, në ndërkohë, po besoj në rrjetet sociale jeni të përhapur në Facebook, Instagram e kudo tjetër, i shpërndani informacionet edhe për shërbime tjera që do të vinë, që janë plane shumë të afërta, që do ndodhin brenda pak javeve dhe muajve. Po. Aktualisht normal në proces të përgatitjes së shërbimeve, ne gjithmonë kemi qenë të informu klientat për çdo shërbime, edhe normalisht që kemi website-in tonë edhe rrjetet sociale në të gjitha rrjetet, qoftë Instagram, TikTok, Facebook. Zakonisht i gjykojmë shpesh këto vendet që janë shumë luksuze, që janë shumë të bukura, që janë shumë me pamje të veçanta. Çmimet janë shumë modeste dhe janë të ngjashme me tregun. Po, është shumë e vërtet, pavarësisht që ofrohet ndoshta një vend unik, është një vend më i veçantë, çmimet prapë janë të arsyeshme për shërbimet edhe klasat që i ofrojmë.
Bravo, të kjo është ajo që ka dëshirojmë të ndëgjojmë të gjithë. Jo në fund bisedës, po nështë ta më fillim më dorë në përmen, që mos me na ndru kanalin, po çmimet janë shumë të përshtatshme dhe aty me ato se që ka ofron tregu me shërbime të ngjashme, por që dallon për nga pastërtia, për nga infrastruktura, për nga profesionalizmi, për nga çdo gjë që është menduar në detaje për rahatin dhe komplet konfidencialitetin e marrjes së secilit shërbim, sepse është një vend që ka një privatësi të madhe dhe që ta ofron një rahati që thamë në shumë shpesh si në shtëpi tone, sepse të tillë ta jep energjinë edhe Cloud 11 Club që është menduar me perfeksionizëm, kështu që duhet me përgëzuar arkitektin kushdo që ka bë. Është shumë e vërtetë. Flanza, unë të falenderoj për informacionet që ndave me neve dhe unë shpresoj që shumë shpejt dhe të shihemi atje si një kliente rregullt e Cloud 11 Club që do të marrë dhe shërbime që janë ashtë shumë da. Ne ju mi presim me shumë kënaqësi, të jeni pjesë e jona dhe e komunitetit tonë. Shumë faleminderit, mos harro me mprit me një matcha. Patjetër. Sepse janë shumë të veçanta. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Dashur miq, Cloud 11 Club e gjeni në Hotel Marriott në katin e 11 me një pamje fantastike. Mund t'i merrni të gjitha këto shërbime. Është koha të shkëputemi për pak sekonda dhe do të kthehemi me rubrikën e magjikeve të vegjël. Nga gjithë këto informacione për shëndetin, për bukurinë dhe çdo gjë tjetër që kemi marrë, është koha të marrim dashni prej fëmijëve tanë që vijnë çdo herë dhe na japin një energji fantastike në emisionin Familja Jonë.